Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka dikush që vjen spital thotë post premier Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e çdin komaran ajo punë e madhe, më thot. Me kanë Abdullahotin në një parti të udhëhequr nga Primera Republika. Mirë të gazetës në fokus, po kthehemi me mësafirin e javës. Këtë javë kam kënaqësinë me pas një prej ish kolegëve tonë, gazetar shumë i mirë, mik shumë i mirë, po që tash është deputet i Kuvendit të Kosovës. E kemi thirrë pikërisht për me pyet se çfarë po ndodh me këto situatat, me këto dramat që po i shohim të ju përsërit çdo dytën ditë në Kuvendin e Kosovës. Artan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta zën, faleminderit për ftesën. Po besoj që nuk kanë nevojë me të prezantu më shumë se tashmë duke ditë edhe numrin e madh të votave që i morët për deputet, po njini gjithandej. Se kanë erë neve gazetarëve na u duket që na njohin këtë Kosovë, po vërtet. kur del në realitet e sheh që nuk është shumë që i shohin i lexojnë emrat e gazetarëve së gazetarët. E vërtet. Artan, çush po duket ky fillimi në Kuvend? Pavarësisht që hala nuk u konstitu Kuvendi, Po fillimi goxha dramatik. Domethënë mu është shumë interesant zën që më ka përcjell historikisht. Nëse merr se më thon rrugtimin tim karrierë dhe në jetë, dita e parë e punës gjithmonë dramatike. Për shembull, dita e parë e punës në gazetari u kanë 17 marsit trazirat e marsit. E ke fillu në E kum fillu me 17 mars në 2004 në KTV. Në atë kohë më kanë praktikant, po se më thonë dita jam e parë, edhe si praktikant, edhe në punë, u kanë që ajo dhe ka fillu me një ngjarje shumë dramatike. Dita e parë në punë në Enver Hoxha, si këshilltar i tij dhe zëdhënës në Ministrinë e Arsimit, pa të fillu që ashtu me një farë sfide goxha të rëndë, edhe dita e parë më ra mu ballafaqu me një farë ngjarje e cila është kërku vëmendjen tem, po edhe shkatësit mia tash si këshilltar, edhe si spin doktor dhe si zëdhënës në komunikim me media, që është me komuniku një ngjarje që ndodhe qatë ditë. Te presidenti tha që u kanë fushata 2014-ës, edhe ajo u kanë një sfidë e madhe edhe e jashtëzakonshme. Edhe tash, se deputet i ri, i zgjedhur, dita e parë u kanë po ashtu dramatike me një kuvend i cila përbëhet tash për njerëzve krejt tjerë, edhe krejt ndryshëm për aty një njerëzve që unë kanë para nesh. Dhe na po flas për deputete dhe për personalitete politike, besa dhe historike, të cilat peshën e përgjithësisë e kanë pas shumë më të madhe se sa që kanë disa kolegë tani aty. Artan, duke marrë parasysh disa prej figurave, kështu për shembull Agim Batirin, Bek Berishën, kushin do më kështu që janë më të famshëm ose më të përfolën në opinion publik. Në Kuvend, kolegët e ri tash krahasu me gazetarët që i ke njoft ki shumë mish ke punu bashkë me ta. E vërtet. Po mendoj ose pyetje më direkte, a kanë sheh përgjegjësi më të madhe ndaj që dy njerëzve që na përfaqësojnë Kuvend, me gazetarë që ke punu? Po unë mendoj që për më profesioni gazetarit është një profesion shumë i shenjtë, edhe e di që janë kriju paragjykime për gazetarë, sidomos kohën e fundit, mas sulmeve të pandalshme të lëvizjeve të vendosur kundër tyre. Po unë prapë mendoj që gazetarët edhe me tutje janë në kërkim të së vërtetës. Pra shumica e kolegëve tu sot, edhe ish kolegëve të mi, të gjithë gazetarët, të gjitha brezat, parim e kanë me kërku të vërtetën. Politikantë edhe politika është keq me thonë tash për perspektivës politikanit, janë në kërkim për me manipulu të vërtetën. Pra derisa gazetarët edhe gazetaria është në kërkim të së vërtetës, politikanët edhe politika është gjithmonë në kërkim të manipulimit të vërtetës. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që gazetarët edhe me tutje, një pjesë e madhe tyne, të cilët i kem kolegë dhe e kem pas e farë rrugtimin 20 vjeçar me ta, janë personalitete që udhëhiqen nga parimet edhe nga vlerat,
edhe kur jenë në politik e ki kanë edhe shumë zor edhe shumë vështirë, nuk e ki autonomi, nuk e ki pavarësin çfarë e ki si gazetar, se ti edhin të qosh me mëngjes, të teket një temë dhe te e banë. Kur jenë në parti politike dhe në politik, është gjithmonë, çdo deklaratë do të më matë mirë, do të më pëshu mirë, se përgjithësia është tepër më e madhe. Njerëzit presin shumë a shumë, edhe një deklaratë e jotja mundet me ndryshu gjithçka mrena qeverisë, gjithçka në raport me komunikim me ndërkombëtarët. Pra, fjala politikanit do të më matë shumë a shumë se sa fjala e gazetarit. Të na është përmbys kjo. Dhe më thonë, tash ke edhe politikan të cilët janë shumë ma radikal, të cilët janë shumë ma e ndryshojnë mendimin, e ndryshojnë qëndrimin, mrena ditës. Edhe kjo është një fenomen i ri që nuk ka linë në Kosovë, po unë kam studiu në Austri, edhe ata populizmin e kam përjetu para 20-30 vjetëve, edhe të na vonë ka ardhë, edhe besoj që edhe na do të me kry këtë farë fruthin e populizmit. Artan, mbram me disa kolegë, kem në emision edhe trajtuam çdo tema, se këtu tash është jënë bo qaq shumë, sa nuk po din njeri ka me u fokusu. Si me thotë, na e kemi njëru një farforme këtë këto gjykimet, sulmet, etiketimet që na ka bë lëvizjeve të ndosë, për shkak se kemi dashur me kanë në neutral, për sidomos prej fillimit kur ka ardhur në 2019 në pushtet. Edhe e kanë, po më duket më rënd dhe më fatkeqësi që sot kam rri me propagandën që është bonda i media, kam rri me manipulu një pjesë të madhe të opinionit publik. Tash qëtu ndoshta u ka pakujdisje jona në kuptimin që ndoshta me bëm më shumë që me u marr edhe me ta, edhe mi tregu, po sikur nuk po më rri një pjesë e madhe e qytetarëve me kuptu që ky është roli i media, edhe që ky roli joni është në shërbim të tyre. Si me thonë, edhe ajo që a përmenet më herët, manipulimi i politikës kanë herë është, na nuk e shumë për të madhe, se secili mundohet me manipulu. Nuk do kërkush mi po, e mora shembull dje, Albin Kurti nuk do mi po këtë ata gazetarë aty, me po të rrethun me gjithë ata bodyguard. Për shkak se ai të vërtetën e vet do të më dhonë në Facebook, ku nuk e shkruan që unë po hypin e gjipat zije me jemi rrethun. Qësoj qysh i qasët, edhe krahasimi me të kalunën. Pavarësisht që ti e kanë më herë në parti politike, e cila u kanë pushtet, unë i kam thënë që janë ka mekanizma të tjerë. Sulmoj ose e kishe objekt trajtimit një temë një ministër, po nuk të ka gjuke qeveria. E vërtet është. Që kjo qasje është këgja problematike në... E vërtet edhe është qasje shumë sfiduese, dzënë se na po përballëm për herë të parë. Të gjithë ata që janë në gazetari, edhe ti, edhe unë, Dyla dhe krejt kolegë tonë, që janë që 20 vjetë si gazetarë dhe gazetari, janë ballafaqu me elita tjera politike. Janë ballafaqu me burgshtetas. Do më thonë, ne kemi pas prej Ibrahim Rgovës, e Hashim Thaqet, e liderëve tjerë, të cilët kanë arrit edhe kanë ditë me dallu sulmet personale, familjare, me sulmet politike. Nëse ti e ke sulmun në një prej këtyre liderëve, historik, politik, burgshtetasve, në aspektin politik ti e kanë mërenda rregullave të lojës. Edhe ata nuk i kanë pa gazetarët kur si armiq. Unë e kam pas fatin me qenë 2 anë. Kur kam qenë gazetar, njëjtë në Gazetën Ekspres në Klan Kosova, para gjykimi im për politikanë ka qenë i tmerrshëm. Unë kam menduar që kush do që punon në institucion është hajnë. Kush do që punon në institucione është i korruptuar. Kush do që punon në institucione se meritojnë pagën, se nuk janë profesionist. Pra, kum pas e pranoj, kum pas para gjykime të tilla. Kur kum hyrë në Ministri të Arsimit, kur kum punu në kabinet me Enver Hoxhajin, edhe na jemi dalë për zyrës 1:30 natës, edhe kum pas zyrtarë që janë patriot, që janë të pakorruptueshëm, që bojnë punën në mënyrë profesionale, unë jam dalë dhe thonë ka dalë se këtu pas ka një farë hendeku të jashtëzakonshëm, një karakter në mes gazetarisë dhe gazetarëve, edhe në mes punonjësve publik edhe që punojnë për institucione. Edhe betejë jam u kanë qysh me thy që të farë hendeku, qysh me kriju një farë komunikimi ma normal, edhe mi zhdu këto paragjykime që ekzistojnë edhe të gazetarë, po edhe të politikantë për gazetarë. Edhe që ka kumë bëhone atëherë si këshilltar dhe zëdhënës, edhe i Enver Hoxhajt, më vonë edhe i presidentit Thaqe, u kanë një komunikim i mirëfillt me
të gjithë gazetarët. Edhe ti e din zënë ke qenë vetë dëshmitar, për shkak na kemi kriju një strategji për njohje. E kemi thirrë gazetarët në zyre, ja u kemi tregu në farë forme mbes, jo gjithve, po gazetar specifik, edhe kemi lanë me lexu strategjinë edhe kemi thonë a bën me na në muqto. I njëjti gazetar që nesër ta ka bën një ballin për tema tjera. Që në në interes nacional e që na që ju nullë edhe kanë tregu gazetarëve dhe që besoj në kohë tepër profesional në të rujtën e me besimit. Ka në farë komunikimi. Edhe na gazetarët nuk besoj që ka pas personalitet ma të sulmum se ashtë më thashe. Unë e majnë men, për shembull, unë e majnë men, lajme, na jemi kanë zyre, presidenti tha që u kanë në aeroplan, edhe tash ka pas tituj, për shembull, në atë kohë që në këto qase, Hashim tha që është duke nda Kosovën, apo den. Po. Edhe presidenti u kanë në aeroplan prej Seullit të ardhë në Zvicër, në vizitë shtetërore zyrtare atje. Pra, po edhe me tituj t'il, edhe me gazetar t'il, edhe me kolegë, na jemi mundu me komuniku, nuk i kemi portretizu kur se që janë me Serb, e janë me Vučićin, e në agjendë rusisë, e në agjendë kësaj. Sepse ekzistojnë do rregulla të lojës në komunikim. Pra, mediat e kanë fuqinë e vetë. Edhe është çmenduri për secilin lider që hyn në luftë me media se është betejë e humbur. Albin Kurti ka me humb betejën me media. Që kjo, a di çka kështu sinqerisht Artan, është mas sfiduese. Për neve që këto vite në ka shumë mas sfiduese për shkak se që ato që e tha më herët. E ke ekspozu para një skandali, një institucion, një ministri, je morë veç me që ato. Grupet e interesit kanë bë presion të vazhdueshëm, kanë ju mënu me bë kërcënime me anën e magnena, por nuk është kanë komplet, si të themi, mekanizmi shtetit që tu ka gjujt ose të ka një lost ka të ketu. Problem tjetër është tani qasja në informacion. Se ka njëherë, a e ke dëgju këtë dit, mas raportit, mas gjendjes faktike që na të rënditi ku kemi dalë vendin në 99 për lirinë e shprehjes për reporterëve pa kufi, e komentojnë sikur gazetarët kanë liritë të prunet e media ose po kritikojnë mjaftueshëm. Nuk të thonë qasin e informacion, edhe kanë mekanizëm. Që kjo problemi. Që kjo është, si me thonë, në petkun e pushtetit, ti përdor këtë mekanizmat me sulmu, me etiketu, me shajt, me njollos media. Që kjo Artan, unë e kam një frikë që mundet me pas pasoja më të mëdha. Edhe ka se këta... Po ta them sinqerisht ato që ja diskutoj me kolegë. Nëse që kjo bëhet, unë nuk besoj, por nëse që kjo bëhet, si të themi, model, edhe kush do qoftë nesër në pushtet me njek qëto, atëherë kjo është e rrezikshme. Për shkak se na atëherë jemi të degradu me çdo shtete që tash s'po na vjen mirë që në renditje janë më mirë se na, por realiteti nuk është ashtu. Për shkak se ata as nuk guxojnë, as nuk raportojnë. Domethënë cenojnë lirinë e mediave, cenojnë demokracinë e një vendi për interesat e tyre. Domethënë që kjo tut na që mos mundet më marr model edhe për pushtete tjera kur të vinë, ose partit që e morën që me unik që kjo që... Rreziku është tepër i madh, se ballafaqimi me media, sidomos kur je në qeveri jo transparente, është shumë i vështirë. Kur je transparent, komunikimi me media, ballafaqimi me media është tepër i lehtë. Por këta që kanë mundu me bë xhan është me i aqiku. Albin Kurti është prej fillimit karrierës tij është në kërkim gjithmonë të armiqve. Sepse duke kritiku qeverin, duke kritiku gjykatën kushtetuese, duke kritiku ambasadorën amerikan, Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke kritiku gjykata, duke kritiku policin, ky ka kriju perceptimin në opinion që ky është zavendësim i këtij atyne. Ky është mundu me kriju perceptimin edhe narracionin që kur të është Albinin pushtet, nuk kem nevojë për polici, nuk kem nevojë për gjykata, nuk kem nevojë për gjykatë kushtetuese. Po ashtu, tu i portretizu gazetarët si armiq, ai gazetari u ka vendos në farforme yllin e Davidit duke i aqiku ata si e keqja, si imoraliteti. Pra qytetarëve ja u ka portretizu gazetarëve që këta janë shoqëria imorale.
që du të më kritiku, që du të më gjyku, që du të më pa me sy kritik. Që ta bën këtë pushtetet në mënyrë që me hesht atë vërtetën ose me bërë të pabesueshme në vërtetë. Do më thonë gjithmonë ka sulmu mediat, se e din që mediat dikur edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada amerikane, bashkëpunim me edhe mediat, edhe gjykata kushtetuese, që janë kanë 3 shtyllat që në perceptim të opinionit publik janë kanë epiqendra e konsenzusit shoqëror. Shumë e vërtetë. Edhe çish me thy këto? Duhet me delegitimu të gjitha narracionet që vinë nga këto 3 adresa. Pra, kjo ka kriju perceptimin diasporë më në Kosovës. Qatë dëgjoni tash e tutje pe media vërran. Qatë dëgjoni pe Shtetet Bashkuara të Amerikës, këta kanë interesa. Çka dëgjoni pe gjykatës kushtetuese, këta janë të kapur. Pse e bën çto? Po kjo e bën që unë e mendoj që e bën duke ditë fuqinë e media, edhe duke qenë vetë lëvizja vetëvendose produkti media që kam rriket. Që është për keqardhët janë 2 personalitete që janë produkti mediave. Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Vërtet. Janë 2 personalitetet që në raport me media kanë pas qasje kriminale. Edhe e dëgjova një ditë 2 figurat që nuk ka pas kërkush tjetër më shumë hapësira mediale së saktë. E dëgjova një psikolog se ka shumë përkufizime për njerëz të poshtër. Do të thonë ka edhe filozofike, edhe psikologjike, edhe shoqërore, edhe antropologjike, gjithçka. Pa e pa një farë definicione shumë interesant. Tha njerëz më të poshtë janë njerëzit që janë mos minjas. Albin Kurti, Vjosa Osmani janë tregu në raport me media që janë mos minjas. Thonë se janë njëjtat media. Unë e mojnë men vetën si gazetari, kemi qenë në gazetën Ekspres. Burek ju kemi ble. Burek. Lëvizjet vetëvendosje ju kemi ble. Gazeta Ekspres e ka printu një gazetë të lëvizjet vetëvendosje. I ka publiku. E ka kriju hapësirë mediat, e kanë kriju hapësirë lëvizjet vetëvendosje kur ju kanë radikale dhe ku s'kan pas mbështetje shoqërore hiç. Ku ju kanë në përkambo, në sham, të fym. Mediat ja kanë kriju platformë për marrë në pushtet. Këtë narracione që i ka pronë pushtet është ndërtuar bazuar në shkrime edhe në qa bën kë? Hulumtimet media. Do të thonë, Albini që të fuqin ose energjin e merr mundohet me marr prej një populli i cili duhet me mendu që e vërteta absolute, e pandryshueshme, infinite, është ai. E për me kriju këto, ti dush me i shkatru qëto adresa tjera të shtylla tjera të demokracisë. Edhe demokracisë. Edhe kë ka arrit me bashkë. Për shembull, unë i shoh komentet çfarë janë. Edhe sheh që na jemi një shoqëri, jemi shndruar në shoqëri të urrëtitën. Dhe historia nëse i merr shoqëritë, pa ndodhe edhe shoqëria gjermane. Çat preksh, çat nish, është pak a shumë zbulim gjerman. Edhe filozoft, edhe ana teknologjike. Po ka pas periudha të errta të kësaj shoqërie ku kanë arritë, me thonë, me nxjerrë si përfaqe edhe anën e keqet një shoqëri. Secila shoqëri ka. Për shembull, viteve të 90-ta, Ibrahim Rugova, lëvizja e aso koshme, ka arritë, me thonë, me qitë si përfaqe një vlerë ki tjetër shoqërore. Një vlerë e bazuar në demokraci, që jemi njerëz të paqes, që jemi perëndimor, që jemi të njëjtë, që jemi evropian. Deri në periudhë ku mandej kjo nuk ka shku më si koncept. Edhe u dalë ushtëria qërimtare të Kosovës, e cile përshfaqe një ftyrë edhe vlera tjera të shoqënisë, që ishte sakrifica, që na nuk nënshtrohemi, heroizmi, që Adem Jashari me familje e fliroi krejt familjen për liri edhe për çlirim, e me qindra masakra tjera, pra e tregum edhe solidaritetin, edhe në mesin e gjenocidit edhe luftës, ke pas elita politike si Hashim Thaçi, ku kanë bërë thirrje për qetësi, ku kanë bërë thirrje që duhet me qenë qetë, se na kena me fitu këtë betej, që kanë dhënë optimizëm, që kanë dhënë shpresë. Për te bindje ndryshme që kanë në pas ose e ke pas periudhë mas lufte, ke pas elita politike të cilat e kanë menaxhu
në mënyrë perfekte tranzicionin, gjema në një vend në botë. A dini që vjen mas lufte me Kalashnikov jënë vra, mas luftës dytë botërore. Në Gjermani janë dëbu me 200-300.000 njerëz janë dëbu nga Gjermania, me 10 mira janë vra, janë masakru mas periudhës luftës. Nuk ka konflikt edhe luftë që është menaxhu më mirë se në Kosovë. Në Kosovë i kanë hupë zgjedhjet, njerëz që e kanë sjell lirinë edhe në çun në mesit në mëngjes e kanë pranuar rezultatet. Edhe ke pas elita politike që kanë arrit popullit me dhon vlera edhe me ushqy me vlera kritjera. Shumë vërtet. Edhe të solidaritetit, edhe të bashkëpunimit, Paramendoje edhe të koordinimit, edhe krejt. Tash ka arë në pushtet një njëri. Paramendoje Artan me pa pas njerëz që nxisin që si përqarje në qatë kohë. Ja, është, do më thonë, nakshëm përfundu në një luftë civile, që cila kish mujt me pas pasoja më të mëdha sa. Të thot, ke pas elita politike që kanë ushqy popullin me maturi, me dorim, me koordinim, me bashkëpunim, edhe në rrethana ku nashta ju ndok shumë të acarum edhe krejt ju në ullë bashkë edhe kanë komuniku. Paramendone, Hashim Thaçi, që do më thonë lartë pamësia ti, edhe që do më thonë me qenë burë shtetas, prej opozite hin dialog, në atë grupin koordinu se u theqër nga Blerim Shala, miku e unë. Do më thonë hin prej opozite hin për shkak të interesit Kosovës. Tash keme elita politike, që kanë bo? Që edhe do elemente tjera që ka shoqënia, edhe të urrejtjen, edhe këto tjerat. Ka arrit me gry, thellë në errësirën që e ka çdo shoqëni edhe shoqëninë tonë, me kap edhe me qit në sipërfaqe urrejtjen, baltosjen. Do të thonë, ku njerëzit, ka arrit me përçov vëllezërit, familjet, ka arrit me i pa me dyshim se cilin janë i tjetrin. Shumë vërtet. Ka arrit që në Facebook na do të më janë ndalu familjes dhe fëmijëve me hin Facebook ku përmenet emna tonë. Për shkak të urrejtjes edhe të mlefit. Edhe ky e ka kriju këtë mlef. Ky e ka kriju këtë urrejtje me një narracion që është përçarës. Edhe narracioni i tij u pa edhe gjatë fushatës, u pa tash 20 vite, ky u dhëheq një narracion që për qëllim ka përçarjen e popullit. Ndarjen e popullit në të mirë edhe të këqij, në kombëtar edhe jo kombëtar. Shihet tash ky me demek epiqendra e kombëtarizmit. A është që kjo si rezultati paditurisë, papjekurisë politike e që është ndërtohet, e që zhvillohet shteti Artana, e menon që mundet me kanë si me thonë strategji, projekcion i cili dënë me shu Kosovën dikun. Që në kanë vështrimin tonë e dim se ku shkojmë, nëse veç e njekum këtë retorikë. Po, unë mendoj që kjo është një qasje që bëron nga ideologjia. Unë mendoj që Zoti Kurti është i operuar prej empatisë për qytetarët e Republikës Kosovës. Është i operuar për ndjenjave për interesin shtetëror, edhe ai veten e sheh si një shtatore, e mbuluar për bronzi dhe betoni, edhe ashtu operon edhe në politik. Me demek, politik dush me koni pa kompromis, mësë me po dialog, ta më si shtatore. Edhe duke po vetën si shtatore, ai veten e projekton në histori. Po dzen, hajde që po heka në histori. Hajde që po i bëj ka një shtatore. Ku kina me vendos në shtatorën e ti në Prishtinë? Në sheshin Bill Clinton, të cilin e ka kundërshtu në Rambuje, në sheshin George Bush, për të cilin ka thonë që ka gënyu se ai nuk do ta njeh pavarësinë, në sheshin Madeleine Albright, të cilin e ka kërcënu që nëse vjen Kosovë i organizon protesta, të sheshi Adem Jashari, i cili ka dezertu para forcave serbe edhe është vetë dorëzu forcave serbe, e që është 99 derisa Adem Jashar 98, 99, 97 më herët luftante, ky thoshte që unë nuk do ta kap Kalashnikovin kur në dorë, që ka qenë kundër idesë së tij. Pra, në cilin shesh na me vendos atë shtatore? Te Ibrahim Rugova, që po ashtu e ka kundërshtu, te Adem Demaçi, të cilin po ashtu e ka kundërshtu. Ato
shtatorin e tij mundesh me vendos, e kam thonë edhe më parë, vetëm kuvend. Në një shesh. Kuvendin e pas kanë djegë. Veç në një shesh që s'u ndërtu kur, e ai quhet sheshi David Copperfield, që është iluzionisti dhe mashtruesi optik më i madh që ka njoftë historia. Pa ai shesh nuk është ndërtu. Pra historia xhen nuk kalon vend dhe s'ka me lon vend për personalitete përçarëse si Albin Kurti. Historia kalon vend për Adem Jashara, për Ibrahim Rugova, për Hashim Thaça, për Adem Demaqa, edhe për njerëz tjerë, për vepra, jo për kashelasha, edhe për njerëz përçarës nuk ka me lon. Edhe historia nuk kalon vend po ashtu edhe për atë që thonë anglisht wannabe, ose gjermant möchtegern, ose në shqip me përkthy një dua të jem. Albin Kurti është vetëm një dua të jem Adem Jashar, dua të jem Ibrahim Rugov, dua të jem Hashim Thaç, po historia nuk funksionon me dua të jem. Ti dush me kon. Ti bosh vetëm me vepra. Jo me fjalë, jo me kashelasha. Kështu që kjo magjia retorike e tij që ka hipnotizuar njerëz. Artan, po du me dalë të tema tjera, me qef i kisha nejt të këto tema, se unik mundet me pas pasoja afatgjate në shoqëri, duke njoft se qysh, si shoqëri, qysh reagojmë. A mundet me pas pasoja afatgjate që kjo propagandë, se me thonë që kjo që aktualisht e shohmi, që kjo përqarje e madhe qëtu, që duhet kohë për me kuptu qytetarë që në fakt këto janë veç manipulime dhe mashtrime të cilat nuk na qojnë asgjë kundi, madje as të rasti për të cilët do të flasim që s'po mundet me u konstitua as kuvendi i Kosovës. Po xhan urrejtja të cilën e ka injektu Kurti në shoqëri është një urrejtje që nuk mund të heqet për një ditë. Edhe pasojat po kanë me qenë afatgjate. Sepse kemi pa edhe në shoqëri tjera. Nuk është shoqëria e Kosovës vetëm, merr shoqëri tjera, edhe sa ka pas populist, sa ka pas autokrat, ata gjurmë kanë lënë edhe masanej. Do të thonë shoqëria është shumë vështirë me ra, se është shumë komplekse. Edhe është shumë vështirë me ju rikthy edhe një herë asaj aty në parime dhe vlera që kanë ekzistuar më herë. Veç që shoqërinë tonë, që ka funksionuar viteve 70-ta, 80-ta, 90-ta, pas luftës, kjo periudha që e thamë e bashkëpunimit edhe e koordinimit e shpalljes pavarësisë edhe krejt, edhe shikoj periudhën e tanishme. Pra, kjo është një betejë me të cilën na kena mu ballafaqu edhe në të ardhmen. Sepse shoqëria jonë fatkeqësisht, po edhe elitat politike në Kosovë, i kanë kriju hapësirë populizmit, edhe kanë amnistu populizmin. Edhe tash çka na ndodh? Kjo nuk është më betejë veç e gjeneratës tonë. Kjo ka më qenë betejë edhe fëmijëve tonë. Se dhe ata kanë mu ballafaqu me të njëjta stereotipe. Plus, na kemi kriju modele. Pra, një e re që ka ambicie politike, ama para e ndjek modelin e Vlora Qitakut apo të Vjosa Osmanit. Pra, e Vlora Qitakut, e cila prej lufte e deri sot ka kontribut të jashtëzakonshëm. Nuk ka fy njerëz, nuk ka fy personalitete. Gradualisht me pikurin e saj politike. Ka trashëgimin, diplomacin, politik, nuk e shetu lavdu, nuk e shetu, dhe më thonë, apo e ke një politikane që përmes shortcutave ka ardhur në politik edhe përmes thikave mas shpine, përmes urrejtjes. Që thoj ke presidenti thashin herë në kuvend, pa thonë tha dërum tha gjysën që të në kuvend, tha unë tha deputet ju këmbo. Tha se veç të më shoh mu edhe me urrejtje keni orë që të tha as një për shkak të ideve që keni kriju. Albin Kurti është produkt i njëjtë. Pra, tash a me marr naj Memli Krasniqi, naj Lutfi Aziri, naj si më thonë, ose Besnik Tahiri, ose Arjan Gjini, ose Elita tjera, ose Enver Hoxha, ose ka plot personalitete që kanë ndërtu karrierën e tyre me shumë mend, me shumë sakrificë, me punë të palashme, të përditshme. Edhe menzi kanë arritë, si më thonë, me qenë dikush kryetare, dikush shefi grup parlamentare kështë më radhë. Apo, kime kanë si Albin Kurti, del shan fyn urrejn, edhe të merr vota. Pra, na kem kriju modele të rrezikshme. Edhe
edhe detyra jon ka me qenë zen. Rëndësishme, ma keq. Detyra jon ka me qenë, edhe unë shpresoj që me periudhën e përfundimit të Albin Kurtit si figurë politike, si mendësi politike, si bët kuptim politik. Qatë ditë që përfundon, se me thonë kjo epoka e Albin Kurtit, epoka e urrejtjes, edhe Vjosa Osmani që aty ka me lind, mandej epoka e bashkëpunimit edhe të krijimit të vlerave tjera për shoqëni. Me tregu dhe të rive që me short kata ti mundesh me bëj politikan. Mund të jesh afat shkurtër. Mund të jesh afat shkurtër edhe mundesh me hedhën në histori. Po mundesh me hi në histori si lider që ka kriju përçamje të thella shoqërore. Edhe unë mendoj që asnjë i ri nuk do të më lakmu atyre. Do të më lakmu do elitave tjera politike, që ka qenë Adem Demaçi që 27 vjet u him burg, edhe ka sakrifikuar për vend edhe për idetë e tij. Unë mendoj që ato janë elita që na do të me na orientu. E që ka qenë Artem Jashari që u vra në Mitrovic Kara dëshmor, e Adem Jashari, plot bashkëluftëtar ti, e me plot sakrifisa që u bë. Unë mendoj që ata do të me kanë modele dhe frymëzimi që do të na me sakrifiku. Sepse këta s'kan sakrifiku kur gjë për Kosovën. Kosova ka sakrifiku për ta. Kosova ju ka dhonë gjithçka. Këta nuk ja kanë kthy me të mirë Kosovës, ja kanë kthy me të keq, të kriju urrejtje, përçamje. Para mendon në parlament ti sheh që edhe me njerëz se vet ai sillet nuk si më thon i dhënushëm që thot Bek Berisha, vërtet. Diçka si i dhënushëm të ne. Po mundohet aty po mundohet të ndogën çdo porë të shoqërisë me ndërtuar një standard të ri, vërtet. Ku ka botë mos më fol kolegë me vetë. Ai ka dhënë dorën dikur prej partive tjera. Derisa do nuk po. Këto Pa se para kushte ka në nshtrimin. Po. Do të thonë nëse në nshtrosh bëa kjo do ta jap dorën. Okej. Po Glauki po duket më po të mrana, do më thonë mrana... Që kjo si shdash me ka edhe standard që do të ke plot personalitet, unë kam meq për mrana. Unë kam meq për mrana lëvizjeve të vendose. Edhe ata kanë meq në PDK, në AK, në LDK, që është krejt normale. Po dhe heq mos me pas mek, për shkak që jenë në një kuvend, unë mendoj që i shdash me pas është e frikshme kjo, nuk keni armeq aty, ju jeni kundërshtar politik, po jo... Do thonë edhe qitë energji negative a shihet artana pe vrejt shumë si tish aty është njëjtë si më ul me do njerëz me cilët të ki mos pajtime tepër thella ndoshta deri apo den. Po. Edhe tash çaja energji është kriju aty. Përpara lufta është bë me ide. Lufta është bë me ide, për shembull, ka pas përçarje të na. Për shembull kur i kom po jo në sjellje personale, kolegiale me tjetër. Unë të kem qenë gazetar dhe kemi taku Sabri Hamitin, Gjavit Alitin të pi kafe bashk. Po. I kom thonë, i thesha babës atë, se s'besojnë. Po, e vërtet. Apo ten, do të thonë kanë arrit edhe ata me i thy çto paradigma. Tash më rikthy diçka që ka ndodhur para 20 vjetëve. Unë mendoj që është tërshme se na çështu po mendon që na nuk kemi kurrë personale me ata, se ata s'është dashur me pas personale me neve. Na kemi ide tjera, bot kuptime tjera me të cilat bëhen përmes dialogut edhe diskutimit edhe kompromisit. Por kë e një vetëm gjuhën e urrejtjes, e cila edhe në shoqëri tjera ka tregu, po edhe në shoqërinë tonë ka me tregu që kjo është një politikë që ka me dështu. Artan, unë këtu menoj që kjo standard i ri po krijohet keqësisht ty llogarit populizëm. Se edhe votën, edhe elektoratin e ka dalë që sisoj. Domethënë pjesa më e madhe është për inotit këtina do të më votu këta. Edhe e pe hup edhe kuptimin e plan programe, pe hup edhe kuptimin e asajna kush janë njerëz në lista, kush janë kuadrat që mundin mi kontribu Kosovës, mi kontribu proceset. Domethënë është ushqy me majt në diskurs që është urrejtje. Që kjo menoj që është ty reflektuar në kuvend aty. Që elektoratit do më kallëzu që këta janë armiqt, këta janë të këqit, na janë të mirë. Edhe që kjo është pak e frikshme dhe rrezikshme për shkak se ushty dash me majt që në mrena kuvendit nuk përbën ai rrezikaj. Po sjellje të tilla, paraqitjet e tilla në kuvend, pe majnë tani që
urrejtjen që të përqarjen e madhe në vërtet se ai don gjatë ton kohës ai mundohet me komuniku me njerëz, me elektorat, çat urrejtjen që e ka injektuar me ushqim. Që lider nuk e me ushqim çdo ditë urrejtjen. Çdo ditë të paramendoj aq larg kanë shku, sa që thonë opozita me listën srpska, jo kështu e ashtu. Pa ty në veç du të më tregu me thonë këshër ka grupe parlamentari për të kësë, anën e majtë, le të shikojnë. Qysh bashkëpunëtori Adem Jasharit për i ditës parë, kur ti ju ke dorëzu policisë Miloševićit e ai ka projektu çdo ditë sulme ndaj Miloševićit, kur ti e kanë fëmijë, Nura e tjerë që janë anën e majtë e kanë luftu që të pushtet. Të që, kjo nuk është veç pa ftyrë me thonë, kjo është kriminale, apo kuptan? Ti me arme ofendime të tilla ndaj personaliteteve, se kur thu PDK janë ata. Edhe Xhevair Geci, edhe Nura, edhe tjerë që janë ata. Me thonë, janë fyre tepër të rana përmes cilave ata mundohen me kriju qëta, me ushqy urrejtjen, me ushqy që të idenë, do më thonë, mrena shoqërisë, me portretizu të gjitha ata që kritikojnë madhështinë e tij, mi portretizu si me Vučićin edhe me Serb. Edhe këto e bën edhe përmes simbolikave. Qysh është e mundur që ti në Bruksel, edhe në Ohër, e nënshkruan autonominë substanciale për Serb në veri, e në parlament kishte po rriun i dhënushëm me listën srpska. Kur po dalin ata të srpskës me fol, këta të bot zhëmshëm, pa e po atë të qitë gjokësën, do më thonë këta që lidhe me luft nuk kanë, që shtë këmë paso në, edhe të bot rima, o din me demek na... Ose kudeli jashtë Kosovë, thot, arritet ma të maja në 20 vjetë... Le të mshojnë ata në diaspor që qaj bëjnë e listë srpska këto. Indërum, u kanë koha, 1997, 8, 9, që atër u kanë koha, nuk ka repriza ma. Nuk mund është srpskës me adhon krejt fuqin politike, e në ku vend me ka një dhënushëm. Nuk mund është. Në më thonë, kë e ushqen qëto simbolika, përmes qëto një simbolikave mënon me kriju perceptimin që kjo është e vërteta, kjo është adresa patriotizmit, e kombëtarizmit, këj tjertë janë të ratharë. E në fakt është e kundërta. Lëvizjeve të vendose është qerdhe e bashkim vllaznimit. Nuk janë të gjithë, se nuk du me hak, ki edhe patriot, ki familjet patriotve, ki personalitete patriot, ki personalitete që janë smushme ju kap kërkun, as në aspektin patriotik, as ato kombëtar. Po, ata du të mundal njëre për gjithmonë, me sulmu njerëz për perspektivës moralitetit, sepse për besë nëse matëm moralin në për parti politike, unë e mendoj që ato ka mas pakte. Artan, letra e Kurtit për Abdegjikun, tashmë kena edhe një përgjigje të kryetarit të LDK-s. Po e sheh që jemi të shku drejt zhbllokimit të citatës, edhe që muna e pas konstituim të kuvendit në seancën e radhës, apo veç janë taktizime politike që ndoshta tashmë veç po llogaritet që muna me shku edhe në zgjedhje. Problemi më i madh që po bëjmë si shoqëni, edhe është këto ditë që çdo veprim që e bën deputeti Albin Kurti, mundohemi me shpjegu përmes analizave racionale. Çështë kish bën një njeri racional, çështë kish bën një politikan racional. Po unë mendoj që kjo është duhet me përmbys. Unë çdo sen që bën Kurti, unë kam dyshime të bazuara në to. Do të thonë çdo sen. Çfarë është pavarësinë me shpall, them abden e marr me dyshim, sepse ka dëshmu në të kaluamën e largët dhe të afërm që është i paparashikueshëm edhe i pabesë. Tash kur nuk e din kur çan ftesë, kur nuk e din për çka ka qu. Me qu Ramos Haradinaj, me qu Lumire, me qu Fatmir Limaj, do më thonë, edhe këto minoritetet jo serbe, mundesh edhe me parashiku pak a shumë. Po. Ato po edhe mundesh edhe deri në fardoze edhe mi besu, mrana rregullave politike. Këti nuk mundet mi besu kërkush.
qytetarët tanë në shoh një dobësi të opozitës. Në momentet caktuara unë jam kritik edhe ndaj partive opozitare për shkak se nuk e kisha besu asnjëherë, duke po edhe këtë historik që tashmë janë partitë politike nuk janë mod kur janë themeluar të vitit 2000 ose atëherë kanë qenë ma në nivel se sa sot. Partitë politike nuk po mujnë me kuptu lojën e kurtit, edhe se themi komplet këtë struktura, këtë shteti, këtë kjo shoqëri, ju në botë të varën për një individi. Edhe nuk shoh nuk po shoh veprim politik, nuk po shoh simbolika politike që ti e thënë që të farë citate. Pikërisht ajo që në kohë edhe protesta kanë bërë lëvizjeve të vendosje, kur i thoi Kashim Thaqit, ne popull nuk i nënshtrohet një njeriu. Apo duket që tash ju kemi nënshtruar një popull një njeriu. Se sikur kemi ardhur në një situatë ku gjithçka varet çka thot Albin Kurti edhe çush pe parashikon edhe çush janë skenaret e tina për me i kriju institucionet. Qërën për me qeni drejt për drejt zanë, neve na kanë zonë sherrë me një njëre i cili është atipik për mënyrën që vepron. Ky ka marrë Kosovën peng, e ka marrë kuvendin peng, qeverin peng, unë gjitë katën e 20, edhe po thotë unë e kcej. Bashkë me këto. Unë e kcej. Dhe po thonë, kërcënimet e Kurtit janë gjithë kërcënime për me zhbo shtetin, me zhbo institucionet. Tash na si parti që ka dhonë njerëz, që ka dhonë gjak, që ka dhonë mund, dije, energji për ndërtimin e institucioneve, për liri, për çlirim, për shpallje të pavarësisë, për forcimin e këtij shteti, për sjelljen e 116 njoje, ndërtimin e autostradave, shkollave dhe krejt. Njerëz racional, politikanë racional, xhen nalën dhe thu hajto burr që po pajtohem veç mos kthea dhe mos na i merr çto me vete. Të pështojmë Kosovën. Që ka fund, jo apo pritni që ose partit politik. Çfarë po du me thonë është ky është një lider atipik që me politika kamikaze, a ke po thotë unë nuk kam plan B. Fal po 11 seancave, pra pritet plan B. Këtë parti tjera po thonë okay, reflekto, bina në jamën tjetër, jena të gatshëm të votu, apo dhe është. Sosët durimin këtë parforme, apo dhe ka një veprim tjetër. Atash nëse Albin Kurti do me majtë, edhe 20 seanca tjera kandidate për krye parlamentare ish ministrën Albulena Agjiu, atëherë që shtuna me vazhdu me shteti peng i një emë. Jo, shteti nuk ka me peng, po deri me tash, unë thash këtë kalkulimet e partive politike racionale janë qysh me pështu institucionet, edhe këtë vend për një njeri që po do në me shkatru, po kërcënon me shkatru. Po thonë, këtë veprimet janë që atë, po unë e menoj që janë dy elemente të zënë që janë shumë të rëndësishëm që të periudhë. Një me jame që ka qenë diplomat turk në Kosovë, para një kohë mama atë, e ka pas një interpretim shumë interesant. A i ka pas dy interpretime që unë e mendoj unë, se më thonë, dhëtë me reflektu mbi to. A i thoshte që njerëzit dhëtë me pa pasojat, me përjetu, në lkurën e vetë pasojat e këti njeri për me kuptu se kush është. E dyta, tha që zi sa vjetë Albin Kurti të thëjme mos e prek stufen, shparetin, që është me qujtë. Ose djegësh. Se djegësh, tha që zi sa vjetë i dalin për para mos e prek, se në zetë, edhe ato do të me lanë me prek. Pra, janë dy elemente, unë e mendoj shumë të rëndësishme që duhet me ndodhë. Mas pari për mrena popullit, se kritë probleme që i ka Kosova sot, nuk janë shumë të natyrës politike, ekonomike, sa janë natyrës antropologjike. Qytetarët e Republikës Kosovës, këto dit e kanë pa dhe janë bindë, që kë njëri e qënë qëto dhe 10 vjetë nuk janë inë. E shkatron shtetin krejt, s'ka lidhe. Ajo që ka thonaj, profecia ti du të me dalë. A shkatrohet Kosova, a shkatrohet institucionet, a shkatrohet gjykatat, a shkatrohet policia, pak e rëndësishme është. Ai du të me fitu. E vërteta e ti du të me dalë, profecia e ti du të me dalë. Pra, njerëzit të ditë, përmes kësaj blokade, këtë e kanë kuptu. E dyta, unë e mendoj që ka kanë kuptu partit politike të zenë është,
ka kalu koha ku na e kem duru që me ndorit e këti njëre. Unë mendoj që na nuk do të me duru ma. Nuk do të me duru ma sepse që 20 vjet e amnistojmë. E amnistojmë gazën. Hajtë se, aden, i ri, e amnistojmë blokada që ja ka ba. E amnistojmë mos antarësimin e Kosovës në UNESCO, në Këshill të Evropës për shkak çmendurive të tij. Kundërshtimet. E kemi amnistu edhe sulme ka pas. Da Isa Mustafës, lëvizjet vetëvendose të din çfarë janë kap, çfarë arsenale. Ka pas tentim djegje të shtëpisë të kryeministrit. Do të thonë kritikë amnistu. Kemi amnistu fyri që ja ka bë sistematike ushtrisë shqiptare të Kosovës. E ka demonizu. U që këja një kohë u kanë fjallin dytë për shkak të Albin Kurtit, se ka arrit me kriminalizu çdo komandant, çdo ushtar të UÇK-s, çdo pris të UÇK-s. Edhe na kritik im duru, pse? Keqen shoqërore janë mundu me lidh me emrin e komandantit të luftës. Unë mendoj që mua nuk kena me duru. Do të thonë, çmenduritë e tij duhet me arë fundi, edhe unë mendoj që edhe e mira është që nuk e ka më dominimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Edhe ka dale është një kurs intenziv të demokracisë, ku ka me ditë çka është dialogu, çka është kompromisi, çka është me u palu kur i ki 48 deputet, e mos me që u krysh fat përpjet, se nuk ki fuqi politike më rana. A pishe reflektim që tu të takimi që e pat, ose që e ftoj në takime që shkoj kryetari PDK-s, po ashtu tash letrën e LDK-s. Po këtën, a është veç taktizim edhe kjo? Këto janë dyjat bashk, sepse takimi, shkurja e kryetarit të membri Krasniqi në takim ka qenë një shkurje, unë mendoj, në rrethana që ka ndodhë tepër i mirë, sepse çka ka ndodhë? Vetë shkurja në takim e ka përshfaq pafuqin e tij politike brenda Kuvendit të Republikës Kosovës. Elementi i dytë, ka të regu që Partia Demokratike e Kosovës, edhe në kësi rrethana, edhe me qëtë retorik, edhe me qëto teknika që përbën, është interesume për deblokim. Sepse për neve, shumë më të rëndësishme janë kërkesat të qytetare për me ullë çmimin e rrymës, ja durojmë edhe këto retorikën e tij, ja durojmë edhe taktizimet e tij, ja durojmë edhe aktet kamikazë të tij, sepse interesi qytetar është shumë më i madh se sa çka mendon ai. Edhe unë mendoj që në shkurja aty ka përshfaq këto 2-3 elemente. Pafuqinë e tij politike, po edhe me tregu që Partia Demokratike e Kosovës është interesuar me gjetë një zgjidhje sa më të shpejtë që me i adresu sfidat e brendshme të qytetarëve, edhe sfidat e jashtme, prej sankcioneve deri te gjykata speciale, e cila nuk pret sepse kemi 7 muaj ku qytetarët, ku Republika e Kosovës do të më kriju do mekanizma për mos më na rrëshit nga dora atje. Edhe për këtë pjesë duhet të pyet Artan veç letrën e LDK-s. A mundet me kanë që kjo një momentum që mundet me bë ndryshimin? A pret që me pas ndoshta një parafrim, me pas mundet me pas një koalicion, mundet me pas një marrëveshje për ndoshta aktualisht për këto bllokadën e parë për me zgjedh kryetarin e Kuvendit. A shet diçka brenda qëtij veprimit tash të Kurtit edhe përgjigjen e Lumirit që duhet me fillu pak a shumë. Kjo që duhet ndoshta një momentum i ri ku duhet me fillu dialogu me gjitha partive politike shqiptare. Një gjë muna me thani për kufizim të shkurt. Nëse vendi shkon në zgjedhje, nuk ka më shku për fajin e PDK-s. Po edhe nëse shkojmë në zgjedhje, PDK-ja ka më përfitu mas shumëti. Edhe kjo tregon qëndrimin edhe të partisë, që na me çdo kusht po mundohem që të kem një kuvend sa më shpejt, institucione sa më shpejt, në mënyrë që me i adresu sfidat të qytetarët. Qytetarët ju lodh edhe me zgjedhje, ju lodh edhe me retorik, sepse që kjo armiqësia, nëse shkojmë në zgjedhje, veç ka më thellu edhe më shumë. Na herë do kur kena më ul, edhe me adresu qëtë armiqësi. Unë mendoj që është një momentum jashtëzakonshëm që të kemi një qeveri, edhe përbën prej opozitës, në mënyrë që qëto 4 vjet të përqamjes me i adresu. Është shumë vështirë, e tham edhe në fillim, është shumë vështirë që një popull të përqam me rikthy prap në një pozitë ku ata përbashkohen, sepse popujt
shtetet nuk kanë mujt me ecë përpara, nuk kanë mujt me kriju kulturë politike, nuk kanë mujt me kriju kulturë në ekonomi, nuk kanë mujt me zhvillu pa pas konsenzus të madh shoqëror. Edhe unë mendoj që na duhet me kriju një mekanizëm se qytetarët kanë votu për çet konsenzus. Kjo tregon që qytetarët nuk ja kanë dhënë fuqinë për çarse Albin Kurtit. Ja kanë dhënë fuqinë depolarizuese opozitës sepse ka më shumë vota në kuvend se çatu matët. Pra, unë mendoj që na duhet me dëgju edhe zërin e qytetarëve, ndërsa për zgjedhje ju I keni pa edhe matjet. Partia që mas shumë të përfiton nga zgjedhjet është Partia Demokratike e Kosovës. Po kjo nuk është periudhë me mat çka I bjen mirë partisë edhe. A mendon që është taktizu Kurti për me çu vendin zgjedhje? A e ka zorin e madh që duhet me çdo kusht me I kriju institucionet, duke qenë natyrisht ai ka interesat e tij janë elektorale gjithë. Do të thonë, derisa na udhëheqim prej interesave se çka përfiton Kosova, çka përfitojnë qytetarët, ai do të thonë udhëhiqet prej këtyre kërkesave të tjera, sepse ai në këtë kohë ka udhëheq një politikë të viktimizimit. Ai ka mundu gjithmonë me gjetë një armik, po edhe një fajtor. Sepse për Albin Kurtin nuk është me rëndësi a bëhet dame ajo. A ty e lyp aktualisht të LDK? Po, edhe të LDK-ja, edhe të PDK-ja, edhe të tjerë. Do të thonë, natën munot me bë pazare, e hap tezgën e pazareve, tezgat e errta. Ditën munot me fajsu parti tjera politike. Që politika e viktimizimit nuk është doktrinë shqiptare. Nuk është doktrinë shqiptare. Na e dim, na nuk jemi viktimizuar në viteve të 90-ta ku na kanë rrejt çdo ditë policë, jemi kanë pak më krenar, nuk kemi dalë me thonë ky ka fajt, ai ka fajt, që na rrejt, që na. Do të thonë që kjo doktrina e viktimizimit, doktrina e konfrontimit me bashkësinë ndërkombëtare, ideja që na duhet të konfrontu me bashkësinë ndërkombëtare se Serbia si ka ra mirë. Ideja që Serbia ka përfituar dialog. Ideja që historikisht Serbia ka përfitu e na kemi humbë, falë për që të narracionin dërumu, do më thonë, unë tjetër ku në këm pa. Dijet kush e ka doktrinë e viktimizimit. Dijet cilë shtet, dijet cilat elita politike. Pse pi marrëm në lakmi aty në njerëzve, që sot kanë fakultet për viktimizim, do më thonë, I edukojnë të rritë se që shukon viktim shtetit të në, shoqëria të në. Unë mendoj që kjo është e rrezikshme edhe na jemi kanë krenar, se na e kemi fitu luftën. Kë hala me instinkt humsit, hala sillet si hums. Hala e pengon minoriteti serb e pengon. Po ti e fitues o ndërum. Ti e fitues, ti dush mu sill si fitues. Nëse 3% të popullatës serbëve përbëj kanë problem për ty, po çfarë shteti je ti? Ti nuk je shtet, heq dorë, ti nuk je shtet mo. Nëse një lista sërbska ka të shumë jetutesh, sartë votojnë krejt, këthejnë, kryt, shto, qysh votoj lista, pse me ju friksu lista sërbska, o ndërum? Pato deklarata. Qysh me ju friksu ti? Apo tu që je shtet? Vëqishis për na len me kryu. A je ti shtet, a ke institucione, a je I pavarë, pse me jetu ti në force politike? Pse me koni në nështrum dhe asë force politike? Pra kë funksionon me instinkt të viktimizimit edhe të humbësit. Na jem fitus. Nëse këti ju dogë që s'ka fitu kë personalisht në histori, kë nuk është problemi jame. Asë s'ko me him në histori kur. Se nuk jam Adem Jashar. Si më kanë Adem Jashar, kur s'ko më bo. Asë unë as djali jam as kërkush. Nuk mund është më bo. E tash me funksionu s'kom fitu në kur gjo. Pe beteja 30 vjeqare, e tash une luj lojën e viktimës, e të viktimizimit, e të humsit, e tash e shë, gjdo sërb që e shë kërcënim, e këto e shë kërcënim, jo e ndërum, një shtet, i fort, nuk ka kërcënim për ta. Që shka thonë edhe atësare, nëse jo pëtut një katë shumë, për një minoritetit, shtenja qelësin, nuk jeni për shtet jo. Artan, të dëgjoha me shumë vëmendje për këtë pjesë pajtona kejtësisht për shkak se na dhe për me shpallë pavarën që të shtet jemi pajtu me krejt që ato të drejta që ja kemi dhënë me kushtetut
pakicës serbe në Kosovë. Edhe jam i bindun, edhe jam i sigurt se cilë element, po në menoj që Albin Kurti e din, që nuk përbojnë qaq rrezik sa për ja jep peshën edhe rëndësinë. Rrezik përbojnë atëherë kur ti nuk don me bë koalicione e nuk don me qeverisë venin me pjesën tjetër të shumicës shqiptare, se nuk përbojnë rrezik jo. Po du më të pyet për krerët e UÇK-s. Po. Që po vazhdojnë. Paramendoj tash në një situatë tillë ku para 2 dite pat një komunikat që në shoj, po më duket mbrojtja e Jakub Krasniqit, ku alarmoj që krerët e UÇK-s po dojnë me çdo kusht me u denu. Nuk domethënë që to lojrat brendshme politike nashta usht eron, po i kemi kamet në hije për me diskutu edhe për qëta njerës që atje jënë të e mbrojt Kosovën edhe jënë të e mbrojt që ata që kemi më mbur brez pas brezi e që është UÇK. O të në fatë këtësisht ajo që apëndodhë në Hagë nuk për merë vëmendje në duhen mrena institucionet të Republikës Kosovës. Se mrena qytetarëve, unë e kom po që ka shqetësim të jashtëzakonshëm, është shqetësim shumë të madh. Po mrena institucioneve nuk ka ndonjë shqetësim shumë të madh. Edhe kjo për mu është temë veti. Për shembull, skandali më i fundit. Ke interpretimi i dhomës gjykatës kushtetuese në kuadër gjykatës speciale për rastin e Calit. Do të thonë me të rënqeth trupi për mënyrën që operojnë ata. Është e pa me pa dëgjuar. Beso që gjykatat e Serbisë kanë pas, si më thonë, edhe pak, së është keq me thonë, po ju kanë nështë pak ma profesionaliste se këta. Paramendo, që të niveli më arë. Sipas këtij interpretimi, ligji për dhomat e specializume, nenët specifike që ata i marrin, si tavolinë suedeze, është më e madhe ligji se kushtetuta, më e madhe se konventat ndërkombëtare. Paramendo, prej fillimit procesit, edhe të Calit, edhe krerët të UÇK-s, nasimet e bashkimit e krejve. Një parim që është parim i demokracisë dhe i drejtësisë në shtete demokratike, që ligjet që janë më të lehta aplikohen të pandeurit. Të na kurrëç. Të na jo që janë apliku matëronat nene, janë shpik nene. Tash e kemi një rrezik tepër të madh, ku ligji për dhomat specializume të Kosovës është mbi kushtetutën, mbi shtetin, mbi konventat ndërkombëtare, mbi bashkësinë ndërkombëtare, si më thonë, është ndërmjet Zotit edhe neve këtu që jemi. Edhe kjo është, kjo është e papranueshme. Këto nuk e kanë bërë as regjimi, për shembull regjimi serb ka thonë ti kundër Serbisë dhe kemi burgos. Edhe njerëzit që në hinë në atë betejë e kanë pasur me, si më thonë, të ditën ato. Çka bojnë këta është në mënyrë perfide, kriminale e interpretimit ligjeve që shdojnë. A di pse? Nuk shqetësohet kërkosh. Pse mos më bë? Edhe unë mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës është ftesë për ta. Është mirë sy t'i kthejnë ka Haga, mos na shohin kuvend hiç. Se aty që kanë më pa kuvend, edhe që kanë pa deri sot, është për marrë dhe mu marrë për më vjen më shku. Marrë për më vjen me hi në atë kuvend. Edhe ata le t'i shohin, edhe syt le t'i kenë ka Haga. Aty është të ndodhë një dramë tepër e madhe që shtetit Kosovës, ushtërisë tonë, krejt sakrificis kam i kushtu shumë, që 4 vjet e 5 muaj e 1 ditë mbahen krerët e UÇK-s në para burgim, kundër krejt konventave ndërkombëtare. Calit janë dhënë 26 vjet, në moment kur shkëshëm me vizitu ata, 2 kriminal serb që kanë vëra, kanë gri, kanë dhunu, me 10 mira, bosnjak, kroat, shqiptar, i kanë marrë të 24 vjet, Cali 26 vjet për një vrasje që se ka bë. Ujku tu akuzu për gjanat ndryshme, domethënë të njëjta. Me dëshmitar anonim, me dëshmi anonime. Edhe unë mendoj që është alarm
i jashtëzakonshëm që e tha edhe mbrojtja e Zotit Jakub Krasinqi. Do të thonë këta në mbështet për muri, këta nuk kanë pak se sa në cen. A beson që secili që punon me mbrojtjen janë edhe psikikisht ngarkuar prej ndjenjes padrejtësisë. Nuk ka ndjenjë më të poshtë se ndjenja padrejtësisë. E atyne është të bëjë padrejt çdo ditë. Edhe nëse na qëto nuk e shohemi, unë mendoj që ky vend nuk e di që shka mu ballavaçu nesër me një situatë të tillë. Kur ata mundën se që është me lot vetëm shteti që ta njerëz që e kemi thonë, është thonë me krejt njerëzve, për krejt akterëve, për krejt kësaj shoqënie, që atje më shumë se sa emrat e tyre përmbrojnë që ato që është bazamet, është themeli i shteti. Nëse pikat shkurta, e përmenëm historinë se qysh erdhëm detit kjo gjykat. Nëse u mashtrum, edhe ke na u paketu si një diçka që duhet me kanë mu hjek edhe një njollë për Kosovën, për mu finalizu kjo pavarësi kë shteti joni, edhe kënë gatshëm njerëz udhëhes të shtetit me sakrifiku me tha, okej, na ballafaqohemi se po dojna me te kalu edhe këtë pjesë. U po qartë. Na, kur i kemi pas, se din historinë, një pjesë dosje o dokumenta të aty, i kemi nxjerrë mrena pak 72 orëve që kemi pas ato dokumenta, jena mënu me pasqyru pa bas të shkelje, që këtë që të dokumenta, këtë që të dosje jënë të përgatitne prej policisë serbe, prej prokurorëve, prej gjyqtarëve atje, prej komplet një zinxhiri. Madje myt në aty e përmen, të bisedojmë këtë pjesë, ku i kishte raste kur e dike edhe sakt sot ku jetojnë njerëz që jep kemi kuptu që ata njerëz i ka përgatit me ka dëshmitar kundër krerëve të UÇK-s. Edhe kemi hesht, u kanë shqetësim i krejt njerëzve qytetarëve më shumë për shteti, struktura shtetit, se nas muna se individ nuk mundën me bë kurrë. Unë mendoj që këtu ka pas fillimisht një keqkuptim tepër të madh të një pjesë edhe të popullatës edhe të elitave politike që kanë mendu se gjykata speciale është si tribunali i Hagës. Po, vërtet. Se po të ishte si tribunali i Hagës, për një me nuk ki nevojë shumë më marë, edhe pse shteti duhet më marë. E kemi pa edhe në rastin e Gotovinës. Do thonë, shteti në çdo variante ka obligim. Gjykata speciale është gjykatë hibride ndërkombëtare, rrjedhimisht gjykatë politike. Edhe që kjo ideja se po ndërhym në drejtësi është argumenti ma banal që është përdorë. Sepse të gjithë ata që janë në proces, dzene kanë pa, krerë të UÇK-s janë dënu fillimisht, më pas janë arrestu, më pas është kriju akt akuza, edhe krejt procesi është përshtat dënimit. Me këto cali që ndodhe, para më do, ata e sulmojnë calin për mi godit krerë të UÇK-s. Se ato që ndodhe me interpretimin kushtetues me calin, është me hek një argument ku ti nuk mundesh me dënu njerëzit me 25 vjet, sepse burgu i përjetshëm edhe nëse e bën i ka do vite më pak. Po që kjo me calin, ata po mundohen me kriju një rrethon, një precedent ku munden mi dënu krerë të UÇK-s me vite shumë më shumë. Pra krejt që to, neve une është ftesë për krejt jurist. Çdo ditë do të më dalë me zbërthy çto. Unë do të më kanë njëri fundit që flas për këtë temë. Politikanë do të më kanë njerëz të fundit, do të më dalë eksperta, do të më dalë jurista, do të më dalë të gjithë, edhe qytetarët 24 orë do të më bëj presion publik, edhe të institucionet e Kosovës, edhe të ndërkombëtarë me vetëm kërkesë para mendo, derisa shtetet tjera kanë investu për mi liru njerëz sepse ka pas dëshmi të bazume që kanë bërë krime. Paramdo, na kemi një kërkesë këtë tjetër. Na e kemi një kërkesë që verdikti me qenë fer, i pa anshëm, jo i motivum politikisht. Ku ka kërkesë ma fer në botë? Për çfarë ndërhyrje po flitet të? S'ka lidhje kjo me ndërhyrje. Kjo është një kërkesë legjitime sepse kemi pasur proces të padrejtë. Edhe unë mendoj që është koha e fundit që na duhet me lëviz në mbrojtje të krerëve të UÇK-s, rrjedhimisht në mbrojtje edhe të Kosovës, sepse atje çfarë po ndodh është një padrejtësi, edhe unë
Nëse shekrit procesin zena është shumë vështirë me kriju shpresë që ata s'kan mu dënu. Është shumë vështirë. Duke po që shka shku deri sot dorë Serbia, aty. Deri sot, do të thonë sa padrejtësit ju mbo në proces. Sa kecitimet ju mbo. Fakti logjik që mbrojtja s'ka mujt asnjë betejë me fitu. Ku ka marrë kështu? Në Rusi bre fitojnë. Në Rusi e fiton ai farë betejë se e lajnë që atë me demek që për raporte ndërkombëtare. Artan, a i ke vizitu, a ke pas kontakte me familjarët e krerëve të UÇK-s? Është shqetësim mas këtij alarmi, mas këtyne që po i thoni ju, se natyrisht derisa po i përmend, duke qenë afër, duke qenë natë këtij procesi, edhe familjarët e ty në i din. A janë shqetësuar, a ka, si me thonë, zhgënjim të familjarët? Unë mendoj që në qëtë periudhë, familjarët edhe të krerët UÇK-s, po edhe të calit, ujkut, nasimit, gucatit, bashkimit, zotit Fazliu, krejt tjerëve, unë mendoj që ajo është një betejë e fituar prej tyre. Sepse këtë periudhë kanë menaxhu jashtëzakonisht shumë mirë. Pa skandale, pa ekscese, ata, si më thonë, kanë respektu rregullat, e kanë duru padrejtësitë, e kanë duru sulmet e vazhdueshme prej gjykatës speciale. Janë ballafaqur çdo ditë me padrejtësi edhe të gjykatës, pesa edhe të institucioneve. Edhe krejt këto e kanë domethënë këtë betejë 3-4 fish tyne, edhe me emocionet, edhe me mërzin, edhe me mungesën e tyne, edhe me padrejtësi, edhe me gjykat, edhe me institucionet tjetrën e kanë fitu duke qenë durushëm, duke qenë të afërm, dhe ata me aq sa kom pa janë të fokusuar me fitu këtë betejë. Edhe se u ka një rrugë shumë e gjatë. Po them që 4-5 vjet ata ballafaqohen bazat ditore. Bazat ditore merren me ta, edhe unë mendoj që populli Kosovës ka dalë ndihmë atyre të gjithëve, po është një diskrepancë mes ato që populli po mendon edhe që institucionet po mendojnë. Edhe është koha që kjo dëshira e popullit me ndihmu këtij procesi që me kanë fer i paanshëm verdikti, duhet më bartë edhe institucionet të Republikës Kosovës, për ata kemi interes që mu kriju sa ma shpejt institucionet, sidomos kuvendi e Republikës Kosovës. A kanë informacione në kontaktet e fundit ose vizitat që kanë pas njerëz familjarët e tyne? Doma ata kanë qasin në informacion, e din që ka është ju zhvillu? Po, ata e kanë qasin në informacion përmes disa medjave që kanë qasin për disa gazeta. 4 ose 5 televizione, për më duket ai kanë kanalet të lejuara. Edhe kanë edhe kanale televizive ku mundën me pa ngjarjet edhe politike në Kosovë. Po siç thash, me aq sa di edhe me kontakte që kam edhe me familjarë, me disa prej familjarëve, ata janë të koncentruar vetëm në betejën gjyqësore për me fitu këtë betejë, edhe nuk dojnë mu shpërqendru me ngjarje tjera. Artan, po shpërndat shumë për me mbyll, pyetja e fundit për me mbyll këtë intervistë, po shpërndat shumë një deklaratë e Kadri Veselit. Ndoshta që u kanë spontane, po deklarata ma e ashpër që unë menoj që e ka pas ndaj Albin Kurtit, e ku i thot ka më ta pa sherrin këtë Kosovë. Po, kam pa dhe kam dëgjuar deklaratat e kryetarit Veseli edhe të presidentit Thaçi. Për perspektivës sodit janë deklarata kogja profetike, sepse në farë forme pak edhe të frikshme, se ato janë dhonë para 5-6 vjetëve, 7 vjetëve, ndërsa nape jetojmë realitetin e aty në deklaratave të atërshëm. Edhe kjo tregon diçka që edhe Veseli, edhe Thaçi në hatjen politike kanë pas të jashtëzakonshme dhe e kanë edhe me tutje besoj. E kanë pas të jashtëzakonshme, e kanë njoft personalitetet, e kanë njoft të gjitha elitat politike, edhe jo rasisht janë ndër dy figurat që në histori kanë mbetet dhe kanë mbetet, dhe shumë interesant zën një element. E kam thonë, ka pak figura politike në botë, edhe pak rase në botë, ku
elitat politike, edhe si Kadri Veseli, edhe si Hashim Thaçi, edhe të tjerë, kanë marrë pjesë prej krijimit të idesë për liri, çlirim, shtet fort, edhe deri të jetësimi i krejt atyne, duke qenë protagonist. Ka pak rase në botë, sepse që këtë cikli prej idesë deri të krijimi forcimi shtetit është cikël që populli u ka zgjatë me vite. Palestina se ka ala, s'po flas për shtete tjera, ose për tentim shtete. Pra, unë mendoj që jo rasisht kanë qenë në përbeteja të ndryshme, jo rasisht e kanë nuhat kush din me kanë me popullin, edhe në beteja kombëtare dhe kush jo. Kështu që deklaratat e tyre jo veçon, po dhe populli u pa që i merr seriozisht. Artan, se ju pas ka këthy një përgjigje vetëvendosja Lumir Abdixhikut ose LDK-s. I pas ka thonë është propozim jo kushtetues. Se kum lexua lokejt, se tash pas ka ardhur, po çish mundet me ka propozim jo kushtetues një kërkesë ku i thot hajde se po ulmi edhe po dialogojmë, kështu ishte, po dialogojmë të gjitha partitë shqiptare. Partia që ka shkel kushtetutën ja 12 herë, po edhe do ligje priten me shkel edhe një 12 herë tjera, po brengoset për shkeli kushtetuese, shihet ti. Do të thonë çat pikë marrë, ku lëvizja vetëvendosje sot një propozim ne e mbron kushtetutën. A keni pa, do të thonë këta të VV-s, ma shumë për promovojnë Hashim Thaçin kohën e fundit, edhe kushtetutën edhe ligjet, të mundu me mbrojt pozicionet të tyre politike. Po, për shembull, siç ka thonë presidenti Thaçi, siç thuhet në akt vendimin ku, do të thonë, ma shumë për promovojnë ata lishmërinë e kushtetutën kishe, për me mbrojt pozicionet të tyre politike. Kjo është farz, nuk i beson më kërkush. Kushtetuta edhe lëvizja vetëvendosje janë antipod, janë planete të ndame, edhe nuk i beson askush. Ata du të me pranu rezultatin e zgjedhjeve të zen, me pranu që këto zgjedhje kanë dalë të partë, po s'ka qare. Kuptimin me u ullën, Albin Kurti ka hi në një kurs intenziv për demokracinë, hyrje në demokracinë, parlamentarizëm, dialog, kompromis. Nuk ka rrugë. Ai mundet me bloku, nesër ka me orë garant me nëjë propozim që ka zi dhe jona në ato paradhoma televizive të vendosje, e ku janë të marrë në qafë të ngëratin avni deharin, nesër ka me ardhë, veç për kapin skriptin, për marrën skriptin e parlamentit, për shtym pak ma qanej, për marrën skriptin e dejonës, unë zdi pësë po vjen dejona më ullë që atë krejt. Spedia din që edhe veç për qel, i ngëratin për herë, parë që atë për fakultetin teknik. Kështu që po besoj që edhe këtë kurs Unë besoj që këti kursi kam i shku deri në fund se nuk ka, ai nuk e ka shumicën parlamentare. Ai nuk kurpini këto argumentës, do më thonë, argumente që na Albolina ka marrë kaq shumë vota. Falë, po këtu ka rregulla, po kupton. Edhe Hillary Clinton i ka fitu zgjedhjet në votë të përgjithshme në shtetin bashkuar. Ka gjasave mi u bind ju e partive tjera që me bo një kompromis me zgjedh Albolina Xhif? Në pozicioni PDK-s është shumë i qartë. Jo 11 herë, jo 100 herë. Nëse ndodh që kjo konsideroj që është betejë e madhe e fituar edhe 1000 herë me ardh Albolina Haxhiu nuk kalon. E kam shumë Facebook, është një rast shtetit bashkuar të Amerikës 1800 diçka, ku një person bëhet kryeparlamentar mas 318 tentimeve. Albolina mundet me thy këtë rekord Guinness edhe botëror, po kryeparlamentari nuk ka më bë. U thonë zoti Kurti do të me heq dorë edhe me pru elita racionale plus xen. Kjo është një degradim mrena lëvizjeve të vendosë. Parando e merr një kalibër të Glauko Njuftës, një personalitet që e gëzon me gjithatë një respekt mrena grupe parlamentare, mrena shoqërisë Kosovës, mrena gazetarëve dhe shoqërisë civile, edhe mrena korit diplomatik, edhe prej një figure të tillë zbret të një figurë përçartëse, e cila është epicentër e dhunës ndaj institucioneve përmes hedhjes gazit lotësjellës, përmes naljeve të fondeve për
për mbrojtjen e krerët UÇK-s edhe 10 skandale të tjera. Pra, kë nuk është një degradim vetëm për Kosovën, të cilën na nuk e pranojmë, po kë është një degradim edhe për mrena lëvizjeve të vendosë. Pra, në këtë drejtë ka ra. Artan, faleminderit shumë. Faleminderit zën shumë. Kënaqësi e shumë gjatë për kështu rrjedhje biseda. Faleminderit. Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Sporti kush i vjen spital thotë i poshtë Ministrin e Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e që din Komaran ajo punë e madhe, a kupton? Me kanë Abdullah Hotin në një parti të udhëhequr nga Primera